Gjatë 24 orëve të fundit, qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga rreshtet e Ndurashiu, të cilat kanë krijuar disa problematika në rrugë dhe zona rurale, por sipas të dhënave nga autoritetet lokale dhe shërbimet e emergjencës, asnjë prej këtyre situatave nuk ka shkaktuar bllokim të qarkullimit rrugor dhe trafiku vijon të vazhdojë normalisht. Nuk ka patur asnjë bllokim të akseve rrugore nacionale. Ka patur probleme të vogla kryesisht me depozitime mbetjesh të ngurta dhe inerte në rrugë, si dhe kemi patur edhe dy probleme me rënje pemësh në akset rrugore, konkretisht në aksin Përmet Çarshov-Vrastipar. Gjithashtu ka patur dhe një rast në aksin rrugor Syrikaltër-Sarand. Sektori i emergjencave, bashkitë dhe njësitë e mirëmbajtjes rrugore janë vendosur në monitorim të vazhdueshëm duke garantuar ndërhyrje të shpejtë në rast nevoje. Kontraktorët janë në gatishmëri, po punojnë për pastrimin e depozitimeve të ngurta, edhe do jenë vazhdimisht në gatishmëri pasi jemi futur në periudhën e vjeshtës që shoqërohet me shira intensive të erpasershme. Autoritetet paralajmërojnë se rreshtet e shiut pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme, por situata mbetet në kontroll dhe nuk ka rrezik për ndërprerje të trafikut apo bllokime të mëdha.